Patjetër, Alba është një gocë shumë e mirë, kam shumë respekt për të. Do doja t'i uroja gjithmonë suksese në jetë, do doja gjithmonë t'a shifja sa më mirë, dhe nuk e di, por gjithçka nuk është një lojë, siç Alba mund të bëj shumë lojra. Unë e kuptoj. Çka nuk e konsiderojnë lojë, Limi? Për shembull, Alba më përpara ka nisë të bëjë të njëjtën lojë, duket, edhe me Ludon, përsëri në një reality show. Dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, nuk është puna ime në fakt. Po. Por edhe prandaj thash, nuk është një lojë. Jeta është e bukur, duhet ta shijojmë gjithë. Dhe unë e supportoj si një shok i mirë. Si një shok? Po. Vetëm shok? Po. Atëherë, Do doja shumë. Shiko, në Shqipëri është shumë e vështirë mu nda njerëzit se sa mu lidh njerëzit. Dhe ngelin pengje të dëshirave, kënaqësive, dhe nuk e di, duhet gjithmonë, është një temë shumë e gjerë për ta përmbledhur me disa fjalë, po ne të gjithë e kemi rrugtimin vetëm, sidomos ne që jemi pak më ndryshe se njerëzit normal me kuptimin e mirë të fjalës, nuk jemi stabil në një vend, jemi në punë, punojmë shumë, gjithë jemi të fokusuar tek vetja më shumë se të tjerët, gjë që e vuajmë çdo ditë, nuk jemi me familjarët tanë, nuk jemi me shoqërinë, jemi gjithmonë në punë, dhe ky është një rrugtim jeta jonë. Unë kështu e shoh, dhe artistat, nuk kam në ajo që dua të them shkurt edhe shqip, artistat gjithmonë dashurojnë artin e tyre më shumë se gjithçka, sepse arti është ai që ka qenë aty për ta në çdo lloj situate. A e cilëson art takimin e juaj që e keni pas? Jo, është udhëtimi im është artistik, ashtu sikur udhëtimi i çdo njerit këtu, mos sot nesër të gjithë do ta ndjejnë dhe do ta përjetojnë patjetër. Dhe duhet kuptojmë që gjithë secili duhet doj veten dhe ata që e don.